Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk më afrohen meshkujt pasi kujtojnë se unë jam burr. Që kur isha fëmijë, fytyra ime ka pasur disa tipare të ashpra. Vetullat më rriteshin pak më të dëndura, nomfulla ime dukej më e theksuar dhe zëri më dilte pak më i trashë se i vajzave të tjera. Askush nuk më thoshte asgjë hapur, por e shija në mënyrën si më vështronin. E kuptoja nga mënyra si mësuesit më ngatronin me djemth në fillim të vitit. E kuptoja nga mënyra si fëmijët talleshin në heshtje. Me kalimin e viteve, tiparet e mia nuk u zhdukën, u bën pjesë e imja. Në universitet shpesh më thërisnin shoqja e shokëve, sepse isha gjithmonë në grup me ta, flisja si ata, lëvizja si ata dhe qeshja njësoj si ta. Por jo sepse doja, thjesht kështu më trajtonin si një prej tyre. Dhe kjo nuk më pengonte, deri ditën që fillova të dëshiroja një marrëdhënie. Deri ditën kur fillova të pyesja pse askush nuk më shikonte si grua. Në punë pëlqeja një koleg të quajtur Artjani. Ishte i qeshur, i sjellshëm dhe gjithmonë gjente kohë që të bisedonte me mua. Ndihesha shumë mirë pranë tij. Një ditë kur më la të prisja nën shi, vetëm për të sjellë një çadër për mua, u binda se ndoshta edhe ai kishte ndjenja. Por pak ditë më vonë dëgjova duke qeshur me një shok. Për dritën, po ajo është si vlla, more, atë e kemi grup vëllezërish. Ajo s'më sheh as mua, as ndonjë burr. Ajo është çun, thjesht çun. Ajo fjali më preu si thik. Nuk ishte tallja që më vrau, por bindja e tij e thellë. Bindja që e kisha parë në shumë njerëz të tjerë para tij. Me kalimin e kohës fillova të vërej gjithçka. Në rrugë njerëzit më shikonin shpesh për disa sekonda më shumë se normalisht. Në për lokale kamarierët më sillnin menun e burrave. Në për dyqane më trajtonin si klient mashkull. Sa herë shikoja veten në pasqyrë, përpiqesha të gjeja fajin, gabimin, defektin. Numëroja një nga një tiparet e mia dhe përpiqesha të kuptoja. A është zëri, a është fytyra, a mos jam shumë serioze, shumë e fortë? Dhe sa më shumë përpiqesha të gjeja përgjigjet, aq më shumë gatërohesha. Në moshën 29 vjeçare vendosa të bëja një hap ndryshimi. Jo për të fshehur, por për të ndjerë mirë me veten. Fillova të kujdesesha më shumë për flokët, mësova si të theksoja tiparet e buta që kisha, ndryshova stilin e veshjes, jo sepse doja të bëhesha dikush tjetër, por sepse doja të shija versionin tim më të mirë, atë që nuk e kisha eksploruar kurrë nga frika. Kur fillova të shikoja ndryshimet e vogla, për herë të parë ndjeva një thërrim vetbesimi. Dhe kur ndjeva vetbesim, filluan të më shikonin edhe të tjerët. Një ditë ndërsa kthehesha nga puna, një djalë më ndaloi në stacionin e autobusit. Mos u mërzit, më duket se humbët kartën e transportit, më tha duke e mbajtur në dorë. Ja mora, e falenderova dhe u largova. Por kur u futa në autobus dhe kuptova se ajo kartë nuk ishte e imja. A i thjesht kishte kërkuar një justifikim për të folur. Për herë të parë pas shumë vitesh, dikush më kishte parë si grua, si njeri. Edhe sot ka njerëz që më gjykojnë nga pamja, ka meshkuj që nuk më afrohen dot sepse kam paragjykime. Por unë tani e di se nuk është faji im. Nuk është pamja ime problemi. Problemi është mënyra si njerëzit i ngjisin etiketat sipas kutive të tyre shablone. Unë quhem Drita. Kam tipare ndryshe, me histori ndryshe dhe me shpirt të ndjeshëm. Kam mësuar se ka njerëz që shohin për ti sipërfaqes. Mjafton të mos dorëzohesh për veten.